Kosova feston sot 26 vjetorin e ditës së lirisë ose ditën e çlirimit të Kosovës. Më 12 qershor 1999, trupat paqëruese të NATO-s hyrën në Kosovë, duke shënuar fundin e luftës që la më shumë se 13.500 njerëz të vrarë, kryesisht shqiptar. Fushata bombarduese e NATO-s që zgjati 78 ditë përfundoi më 10 qershor 1999, pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Në Kosovë u vendos administrata e përkohshme e OKB-s, UNMIK dhe 50.000 trupa paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja, në misionin paqëruetës që do të quhet KFOR. Për të siguruar paqe në Kosovë, ushtarët e parë që u futën brenda territorit të Kosovës më 1999 ishin pjesëtarë të ushtrisë norvegjeze dhe ato të shërbimit special ajror britanik, që u gjendën ballë për ballë me trupat e Rusisë, të cilët një ditë më parë befasisht kishin marrë aeroportin e Prishtinës me qëllimin e ndarjes së Kosovës. Me hyrjen e trupave ndërkombëtar u mundësua kthimi në shtëpinë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve, personave të zhdukur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që po strehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe largimin e serbëve nga Kosova. Nga ana tjetër, tërheqja e forcave serbe çoi në shpërnguljen e rreth 164.000 serbëve nga Kosova.